Përshëndetje të nderuar shikues, po takohemi kështu bashkë në kuadër të fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Zakonisht jemi mësuar takohemi në debate me të gjitha komunat të cilat kanë qenë në këtë studio të RTK-s për të ndarë kandidatët e këtyre komunave programin, platformën e tyre qeverisëse për 4 vitet e ardhshme. Por RTK ka vendosur që komunës Prishtinës t'i jep më shumë mundësi të gjithë kandidatëve të cilët konkurojnë, kërkojnë votën e qytetarëve të Prishtinës me 12 tetor, ju kemi mundësuar një intervistë të shkurt që realisht do të kenë mundësi të japin opsionin e tyre se çfarë është urgjente në Prishtinë, çfarë duhet ndryshohet dhe cila është platforma e tyre. I pari për sonte është zotëri Merkur Beqiri nga Alternativa. Mirëmbrëma, mirë se kjo ardhë, zotëri Beqiri. Mirëmbrëma, mirë se ju gjej. Faleminderit që jeni sonte këtu, do të kemi një intervistë të shkurt që uroj shumë bashkë të tregojmë atë që ju keni planifikuar. Kam këtu edhe programin tuaj të Alternativës për Prishtinën, por realisht çfarë mendon zotëri Beqiri, çfarë është urgjente në Prishtinë? Faleminderit për pyetjen, do të thotë pyetja është e qelluar sepse po të ishim një vend i rregulluar në shumicën e sektorëve, atëherë kishim shikuar flasim për problemet akute, po këtu fatkeqësisht të gjitha sektorët, të gjitha fushat e jetës dhe të administrimit të Prishtinës janë në një diagnozë, domethënë kanë simptomat të një qyteti të them të sëmur. Kështu që në vend se të merrem me diçka që është akute dhe ta shërojmë në një simptom të përkohshëm të Prishtinës, ne duhet me u marrë me të gjitha sektorët, po thjesht të prioritizojmë se cilët sektor dhe cilat fusha janë më prioritare. Për të njëjtën kohë duke mos lënë anash asgjë tjetër. Këtu unë gjatë fushatës e kam kriju një koncept që për një qytet, kryeqytet, domethënë që vlen edhe për Prishtinën, janë disa elemente që e bëjnë atë qytet të funksionojë si një qytet më i madh, po edhe si kryeqytet. Ajo është që për shembull trafiku dhe plani urbanistik, sidomos trafiku, janë një farë sistemi vaskular i qytetit, pra sikur qarkullimi i gjakut në organizmin e njeriut. Dhe kur ka qarkullim të mirë e të lehtë, sikur organizmi që funksionon mirë, që unë në moshën time dalë vrapoj pa pikë problemi sepse kam sistemin në rregull, po edhe qyteti ashtu me një sistem tillë funksionon gjithçka në rregull. Po atë moment që ngushtohen kapilarët e qytetit, ato janë rrugët tona, atëherë fillon mos me funksionu jo vetëm trafiku, por asgjë në qytet nuk funksionon më si duhet. Domethënë për shkak të ngulfatjes në trafik, dikush që është pacient dhe ndoshta automobili i ndihmës shpejt është duke shku me intervenu, mund të humb jetën për shkak të disa minutave të ngulfatjes në trafik. Pa trafiku nuk është vetëm trafik. Sepse nuk dua t'ju ndërpres mendimin, por nëse flasim për trafikun është përballja jone përditshme si qytetar të Prishtinës. E keni menduar zgjidhjen se ndonjëherë në kokën tonë kur flitet për këtë premtimin e trafikut, edhe sot në 2025 e kemi parë shpesh si të pamundur, përballemi, e kanë këtë kryeqytetet, por realisht cila është mundësia e Prishtinës me rregullu trafikun? Patjetër, unë mendoj që ka zgjidhje, nuk ka zgjidhje që vjen brenda natës, po ajo zgjidhje duhet të adresohet në sektorin e urbanizmit, të planifikimit hapësinor, të funksionimit të drejtë dhe me kohë të administratës në përgjithësi, dhe të mbikëqyrjes monitorimit të performancave të drejtorive që janë në komunë. Pra nuk po du me kriju tash këtu një mjegull, po është e vërtet. Do me thonë nuk mund të fillojmë një projekt dhe të themi projekti i rregullimit të trafikut. Trafiku rregullohet kur të rregullohen çështjet në urbanizëm. Në urbanizëm, do me thonë, dhe me planifikim të qytetit. Ato janë që, do me thonë, shikoni vetë, do me thonë, në Lakrishte, në atë region të Dardanis janë
njës këto rokaqje dhe për nga bojnë qytetin më duk më modern. Edhe me të vërtet edhe unë burëm kërë shën rokaqje. Mirë po shihet qartë se nuk është planifiku si duhet as hapësira për parkim rreth aty në objekteve, as hapësira për gjelbrim, e njerëz dojnë të marrin frym, oksigen, as hapësira për komunikim, dhe më thonë gjithmonë është ajo pjesë e ngulfatun, as hapësira për rekreacionet të fëmijëve që jeton aty, pra thjesht, kjo është ajo që po thëmë, janë kapilar të cilat po ngulfatën dhe mund të shkaktojnë infrakt të qytetit. Unë mendoj se këto mund të adresohen në atë mënyrë që qka është bë, dhe veç duhet të shikohet se si të reparohet. Po t'i vuhet një stop i menjëhershëm i dhënjeve të lejeve për objekte të reja pa asnjë rishikim të mirë fillt në të disa palve se ai plotësojnë kushtet teknike për të zhvillu një objekt të tillë. Sepse si që kanë cek, po betoni është i nevojshëm, po betoni është i nevojshëm për strehim tonin, qoftë për banim, apo për biznese, apo për ekonomi. Mirë po, me beton duhet të mendohet edhe për gjelbrim, duhet të mendohet edhe për ujë, furnizim e ujë, duhet të mendohet për kanalizimet e treshurave, edhe të ujnërave të zeza, duhet mendohet për parkim, nuk dhja e përmenda, për komunikim, për qasje emergjente. Na kemi tash objekte ku nuk ka qasje emergjente të mirë fillt për automjetë ndihmës shpejt, për polici, për zjarë fiks. Paramendoni një për këtëne objekteve të mëdha me i kap zjari, largë qoftë, po paramendoni me i kap zjari. Unë shoh probleme shumë të mëdha të reagimit të zjarë fiksve për shembull për të adresu fikjen e zjarit e tjera e tjera. Këto më pastaj nuk e rrezikojnë vetëm atë objekt, po gjithë popullatën për rreth. Bazum programin tuaj dhe me atë sa kam pas mundësi të përcjellë dhe fushatën tuaj në rrjetet tuaja sociale, kam pa që një prej shtyllave kryesore keni zhvillimin ekonomik, një prej sektoreve të rëndësishme për secilin qytet e më dhe mos për kryeqytetin. Ajo që do veçoja është këtë themelimin e laboratorëve të inovacionit, edhe një fond thonim mbështetës për startupet, zanatet urbane, sepse mendoni që e gjallërojnë këtë tregje të hapura dhe qytetin e vjetër. Përveç kësaj, çfarë mund ndash me ne, zotri Beqiri, sa i përket zhvillimit ekonomik Prishtinë? Patjetër, faleminderit që përmendet, nuk po përsëris domethënë ato që i thatë ju, po këto që i thatë jo në një pjesë e platformës në cilën ne do të ndërtonim një program kur të marrim hapësinën e duhur në qeverisjen e komunës edhe kur të marr postin e kryetarit të Prishtinës. Edhe do të thotë përveç asaj, Prishtina si pjesa më urbane e Kosovës, mendojmë se duhet të zhvillohet ekonomia e dijes, do me thonë e dijenis dhe inovacionit dhe e prodhimit të lehtë. Ajo nënkupton që një popullat e re për të cilën ne lavdohem shumë, duhet energjia e saj të shfrytëzohet në drejtim të duhur. Për me bëha të, do me thonë, të zhvillohet një kapacitet i dijes i cili mund të eksportohet, të bëhet një nga eksportet kryesore të mbar Kosovës, në veçanti të komunës së Prishtinës. Kjo është diçka që tani më është duke ndodhur se kemi shembuj të shumë të kompanive që shumicën e shërbimeve dhe të produkteve i kanë të orientuara për kompanitë e jashtme. Dhe kjo është shumë e mirë se ardhur, le të bëhem një mini fushë silikonit, Silicon Valley e Kosovës dhe e Ballkanit perëndimor këtu, edhe mendoj se ka kapacitet. Pra, kur them dije, kryesisht kemi iniciativat që tashmë janë duke vazhdu, kryesisht janë në fushën e teknologjisë informative, por mund të zgjerohen edhe në veprimtari tjera, si që janë artistike, edhe shembuj kemi top shembuj nga bota, për shembull Dua Lipa, është një prodhim i shoqërisë tonë. Pra, mburemi me të
Rita Ora e tjera e di që janë bo klishe, mirë po shumë besoj që në fushën e teknologjisë informative dhe të artit ne kemi shumë talent. Shkëlqej më shumë. Dhe kemi shumë më shumë talent se që ka ardhur në pak. Për me shfryzu kohën, edhe di që keni shumë të rëndësishme të kaloni në sektore që ju I keni para parë, po është një prej pikave është arsimi dhe shëndetësia. Fillimisht do doja të ndalemi pak te arsimi. Do ta vazhdoni këtë mësimin gjithditor, zotri Beqiri? Ka nisë në disa shkolla në Prishtinë? E keni në plan programin tuaj? Është I mundshëm të vazhdohet, të zgjerohet? Është I mundshëm të jetë I barabartë? Patjetër, domethënë është një synim cilin duhem me pas, është një iniciativë që është nisë, edhe une përkundër, përkundër mos përpushmërive me kundër kandidat tjerë ose me parti tjera, ato që janë të shëndosha I përshëndesim. Edhe mësimi gjithditor është për të përshëndetur. Unë kam pas rastin që fëmijët e mi kanë qenë në mësim gjithditor, edhe mendoj se është rrugë që duhet ndjekur për secilën shkollë. Ajo që mungon këtu tash, domethënë në 12 shkolla është nisur mësimi gjithditor nga 50 më shumë shkolla që I kemi në komunën Prishtinës, pra duhet të synohet që të ketë një barazi dhe të shikohet mirë që mos të krijohet një ndjenjë e të lënësh anash, për të lënërit anash për disa pjesë të qytetit. Pra, unë në arsim mendoj se para se të kalojmë në mësim gjithditor, na duhet të shikojmë që të gjitha regionet gjeografikisht janë të mbuluara me nevojat për shkollën fillor dhe të mesëm dhe të përmbushën ato nevoja duke inicu ndërtimin e shkollave të reja aty ku ka nevojë. Më pastaj, para se të kalojmë në mësim gjithditor për disa shkolla, le të bëhet me 2 ndrime, por me një barazin mes shkollave, sepse tani kemi mund zemër të qytetit në rrugën Muharrem Feza, kemi në shkollën Pavarësia, për shembull, kemi raste kur ende punohet në 3 ndrime dhe me paralele që kanë nga 36 nxënës. Dhe përderisa disa shkollave tjera I jepet ushqim prej shkollave falas, ndoshta këta duhen me I pagu ujin, sepse për shkak të manganit nuk mund ta pinë ujin e krojt dhe prandaj në vend se të hajnë bukë, prandaj nxënësit tonë sot duhet të vendosin atë ha bukë apo të pi ujë. Dhe pasi uji nuk pijet, duhen me ble ujin, po mbesin unt, e po ashtu duke konsideruar që kemi një numër shumë të madh paralele nga 36 nxënës, kushtet higjienike janë jo që lënë për të dëshiruar, po janë katastrofike, domethënë në bazë të standardeve të organizatave për zhvillime humanitare, kishin qenë nën standardet që lejohen për refugjat, ndoshta. Na këto ju ofrojmë nxënësve në kryeqytet. Po në shëndetësi, zotri Beqiri? Në shëndetësi I kemi 13 qendra të mjekësisë familjare në zonat urbane dhe I kemi një numër tjetër të shpërndarë në për zonat rurale, edhe sikur edhe për shkolla mendoj që edhe qendrat të mjekësisë familjare duhet të rishikohet shpërndarja gjeografike. Edhe kam bërë një kalkulim që realisht Prishtinës do t'i duhen ndoshta edhe 2 ose 3 qendra të mjekësisë. Ju vini nga sektori shëndetësisë, apo? Unë vi nga shumë sektore, unë jam inxhinier, por kam punu me organizatën botërore të shëndetësisë mbi 6 vjet. Kështu që kam punu në atë sektorin e statistikave për shëndetësi, por domethënë po kam punu në shëndetësi. Dhe me statistika thuhet që duhet ketë më shumë qendrat mjekësisë familjare. Po, themi kështu, janë 2 faktorë. Një, numri I stafit shëndetësor, të mjekëve, të infermierëve, domethënë 2 gjinit, edhe të stafit tjetër shëndetësor është 2 herë më I vogël, më shumë se 2 herë më I vogël, se që është rekomandimi minimal për shtetet europiane dhe rekomandimet nga OBSH. Pra, leanash OBSH-n, rekomandimet minimale sa janë për numrin e mjekëve për banor në shtetet e Bashkisë Europiane, ne jemi 2 herë më pak. Jo 2 herë më pak, më shumë se 2 herë më pak. Pra, duhet të bëjmë çmos si shoqëri, duke ndikuar edhe në për qeverisjen komunale, që të shtojmë numrin e stafit shëndetësor, infermier, staf tjetër përkras
edhe mjek, mos t'i lejojmë ata që të bëhet derdhja e trunit në shtetet tjera, por edhe të shtojmë numrin tonë. Kjo është numër 1. E në anën tjetër është edhe faktori i qasjes që kemi të shërbimet mjekësore, dhe më thonë geografikisht. Pra sa minuta bën një pacient emergjent për me mbri prej vendit ku është, deri te QMF-ja e parë. Pra disa janë të grumbulluar mirë në qendrën urbane të Prishtinës, po disa janë të lënë ambasadore. E kjo është nga se shumë pjesë periferale të Prishtinës janë zhvilluar pa plan urbanistik, pa plan hapësinor, dhe tash komuna duhet me vrapu mbas nevojave. E pra nuk është të i plotësua ato nevoja. As nuk ka shkolla, as QMF në pjesë periferike të. Dhe sa mund t'i plotësojmë nevojat për një mjedis më të pastër? Realisht në program po është këtë Clean Heat Prishtina, nëse mundesh me ndoa me neve si projekt sa i përket mjedisit? Po, Clean Heat tash ne si alternativ mund të thoni që emrin në vesh ose emrin e dytë e kemi Partia e Gjelbër, pra çka do që bëjmë, shikojmë që të ketë parandalim të shkatrimit të mjedisit dhe ripërtritje aty ku ka nevojë. Clean Heat nga anglishtja, do më thonë ngrohja e pastërt, është të jepen mundësi dhe alternativa kudo që mundemi që të përdoret sa më pak ngrohja me çmyr dhe ngrohja me karburante djegëse, do më thonë çfarë do qofshin ato, pra të bëhen ngjashëm me disa masa që tashmë i kam ndërmarrë qeveria, mirë po në kuadër të komunës, shikojmë se ku bëhet konsumimi më i madh i karburanteve djegëse për ngrohje dhe të jepen subvencione për ato pjesë të qytetit ose për ata banor, subvencione që të kalojnë në mënyra tjera të ngrohjes, po edhe të përforcim të izolimit e tjera. Jemi në minutat e fundit dhe pyetja ime e fundit, e cila ka qenë, thënë të drejtën, për gjithë kandidatët që kanë qenë në këtë studio dhe të komunave tjera është pse duhet të votojnë zotëri Merkur Beqirin edhe alternativen për një mandat 4 vjeçar në Prishtinë, qytetarët e Prishtinës? Ta bëjmë këtë si thirrje për qytetarët që po na shohin tani? Faleminderit shumë. Një nga motivet, e kam pas shumë motive për të kandidu për këtë pozicion, një nga motivet e mia për të kandidu është se para se që kam shpallur në kandidaturën, kam shikuar në të gjithë kandidatët të cilët janë pozicionu mbrapa partive të veta dhe disa tjerë të pavarur, edhe thash për këtë do të votoja, për këtë do të votoj kur vjen tetori. Edhe përgjigjja ime ishte për asnjërin. Dhe kjo më shtyvi përveç tjerash që të kandidoj. Kur tash që jam në fushat dhe tash 1 muaj, asnjëherë nuk kam shikuar mbrapa, asnjëherë nuk kam qenë me pishman pse kam fillu këtë proces, vetëm se më duket se gjithë jetën time jam përgatit për një garë të tillë dhe për një pozicion të tillë dhe për një kontribut të tillë. Pra, megjithëse se kisha dashur që fushatën të kisha pas më intenzive, kaq sa po mundemi. Po pse me votu për mu? Unë jam person që ka punu në sektorin e arsimit, në sektorin e shëndetësisë, në sektorin e zhvillimit, në sektorin e emergjencave, në sektorin e teknologjisë informative, në sektorin e... I kom haru disa, por besoni që janë edhe disa më shumë. Dhe atë gjithë një me një këmbë këtu në Kosovë dhe një këmbë jashtë. Do me thonë, jam person i cili mund t'i sjell përvojat më të mira nga jashtë, po edhe përvojat këtu që i kom pas me institucione për të administru një qytet i cili duhet të jetë, jo vetëm qytet, po edhe krye qytet. Pra, i kam përvojat e duara, e kam motivacionin, kam nevoj për vota. Ajo është çka është, edhe shpresoj që Prishtina të shndrohet në një qytet më të jetueshëm dhe vizioni ynë është që ta bëjmë më të jetueshëm në Ballkanin Perëndimor. Shumë faleminderit zotëri Beqiri, unë ju uroj suksese në 12 tetor. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.
Të nderuar shikues, nuk po ju them mirupafshim sepse do të jem me kandidatin e radhës vetëm pas pak. Qëndroni ende me RTK.